Këshilli i Qarkut të Shkodrës zhvilloi mbledhjen e tij të rrallës, ku miratua me unanimitet rëndi i ditës. Mes pikave që i dhanë dritën jeshile anëtarët e Qarkut ishin ajo për disa ndryshime në buxhetin e 2025-s dhe planin e fatmesëm 2025-2027, shtes planin e buxhetin e Këshillit të Qarkut për vitin 2025 në kuadër të fondit social, miratimin e raportit vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave dhe shpenzimeve për programin buxhetor 2026-2028, si dhe miratimi disa ndryshimeve në strukturën organizative dhe numrit punojësve të administratës për këtë vit. Projekt vendim numër 4 përshtes planin buxhetin e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2025 në kuadër të fondit social. Projekt vendim numër 5 për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut numër 27 datë 20/12/2024 për miratimin e strukturës organizative, kategorisë, klasave për pozicionin, pagat, numrin e punojësve, të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të punësve civil e të punojësve administrativ të administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2025. Projekt vendim numër 6 mbi disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Qarkut numër 26 datë 20/12/2024 mbi miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2025 dhe projekt buxhetin përfundimtar 2025-2027. Projekt vendim numër 7 për miratimin e raportit të monitorimit të zbatimit të buxhetit 2024 të Këshillit të Qarkut Shkodër. Projekt vendim numër 8 mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve afatgjate materiale dhe aktiveve afatshkurte materiale të Këshillit të Qarkut Shkodër. Kemi shtuar një projekt vendim për shkak se ka ardhur me vonesë nga Ministria e Financave mbi miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të ardhurave të tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm 2026-2028 në nivel programi. Në qenë se jemi 2 muaj të bllokuar para zgjedhjeve për çdo lloj tenderimit dhe prokurimit, jemi edhe 2 muaj tjera në prag të hartimit të buxhetit të vitit 2026 në tetor-nënor të këtij vitit. I takojnë rreth 5 muaj të bllokuar, jo vetëm në siçak se është krejtë pa muaj të mu përballu 5 muaj punë me u bë 4 investime, i bën me transferu ose me marrë investimin për vitin 2026, kur krejtë muaj të sot në fazën e procedurës të rrugës Rancit, e kena fut, në proces për me kryu oponencën edhe lejën në Bashkinë e Shkodrës. Kemi marrë informacion të herë pas hershëm në lidhje me rrugën e Fusharzit të kryetari i bashkisë, ku nuk është gati akoma oponenca, ka kryu lejën, nuk është gati me oponencën. Oponenca lejën ndërtimit është gati dhe Bashkia Vallëdajsit, se me prit 2026 për mu kryu investimi, kur është e mujtën për mu kryu direkt nga Bashkia. Në mbyllje të fjalës së tij, kreu i Qarkut të Shkodrës Edmond Dou theksoi se institucioni që ai drejton mbetet i angazhuar për të vijuar punën në shërbim të qytetarëve dhe për zhvillimin e mëtejshëm të rajonit.